Beatrix Ramosaj ka kohë që është duke qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këngëtarja shqiptare është shkëputur totalisht nga muzika, por jo nga aktiviteti i saj në rrjetet sociale. Ajo së fundmi ka qenë në Florida dhe ka publikuar disa fotografi nga një pomp derivatesh, e veshur me të zezda dhe me buzëqeshjen rrezatuese, ajo duket më bukur se kurrë. Me këtë foto, ajo ka marrë komplet vëmendjen e publikut, ndërsa fancat janë dendur me komente pozitive duke komplimentuar atë. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Beatrix Ramosaj u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të filluar jetën e saj totalisht nga e para, larg muzikës dhe zhurmës së showbizit shqiptar. Na do të rikujtojmë se kulmin e famës ajo e mori gjatë qëndrimit në shtëpinë të famshme në Shqipëri, ku krijoi një raport romance me Donald Veshajn. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.